Qeveria rikthehet edhe një herë skemës së vjetër të kompensimit me 10% të TVSH-s për çdo blerje të produkteve që fermerët shesin në faturë te grumbulluesit. Ministria e Financave në prezantimin e saj për reformat kryesore fiskale në rrugën e Shqipërisë 2030 në BE i ka dhënë një rëndësi të veçantë edhe sektorit të bujqësisë. Ky fond kontribuon në gati 20% në prodhimin e brendshëm bruto. Për çdo produkt që dorëzojnë në magazinat grumbulluese, në fabrikat përpunuese, pra fermerët do arrin të marrin një 10% kompensim që quhet taksa e shesh, pra është harmonizuar me ligjet e Bashkimit Evropian. Kuptohet që ajo që ngelet për të diskutuar dhe mendojmë që do të merret parasysh edhe nga grupet e interesit është ulja e TVSH-s për produktet e shportës, produktet ushqimore, i TVSH cilën vendet e Bashkimit Evropian e kanë nga 4 deri në 10-12%. Synimi është rritja e ekspozimit të produkteve made in Albania në tregjet evropiane dhe ulja varësisë nga mallrat e importit. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, përgjatë periudhës janar-shtator të këtij viti, janë importuar diçka më shumë se 1 milion ton ushqime dhe pije, duke u rritur në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky kompensim që i shesh që i bëhet fermerëve ka një efekt shumë pozitiv. Pra është një nismë e cila është për tu lavdëruar, për arsye sepse bën njësim të trajtimit të fermerëve ashtu siç e ka dhe Bashkimi Evropian. Kuptohet që pjesë përfituese do të thoya përveç vlerës financiare që fermerët do të kompensohen, është edhe formalizimi i aktiviteteve bujqësore, aktiviteteve në fermë. Pra, ne duhet shkojmë paralelisht me atë që Bashkimi Evropian sot aplikon, dhe kjo është ajo faza që quhet integrimi evropian derisa në 2033 ne të kemi harmonizim të gjithë sistemit tonë. Nëse rimbursimi i 10% do të nxiste formalizimin e tregut, do t'i jepte një shtysë më shumë bankave të rrisnin kredidhënien për fermerët, pasi ka qenë ligji 7501 pengesa kryesore që fermerët nuk arrinin të merrin hua për të zhvilluar fermat e tyre.